Kemi shqiptarën e parë që ka punu në Google, edhe për 16 vjet e ka mbajt një rol udhëheqës në Google. Çka kemi bërë këtë vit është i kemi kushtu ma shumë rëndësi hulumtimit, gjetjes tyne, komunikimit me ta, po dhe ata kur e kemi pas dokumente, kemi pas video, kur e kam po atmosferën e power të i gjarit, janë konë dhe ata shumë entuziast me qenë pjesë, sidomos me ardhë për herë të parë në Kosovë. Ka shumë false dhe ka shumë pjesëmarrës që po vinë për 2 ditë, po kanë kërku me qëndru nashta 4 ditë ose 5 ditë, për shkak se kanë dëshirë edhe me eksploru Kosovën edhe me pa ma shumë çka po ndodh këtu. Pra kemi falës të kompanive ndryshme botërore si Google, si që kemi shqiptarën e parë që ka punu në Google, edhe për 16 vjet e ka mbajt një rol udhëheqës në Google, edhe sot vjen edhe me shumë profesionistë tjerë, Salesforce apo kompanive tjera, cilët ndajnë eksperiencat e tyne. Më pyete ma herët që munden me ndjek që kanë me sjell, e mira është sepse na i kemi 2 ditë nëse dikush e ka një keynote speech, pra një fjalim kryesor ditën e parë, ditën e dytë e ka ndoshta një masterclass, workshop, kështu që është e rëndësishme që njerëzit nëse për shkak se ka shumë sesione interaktive dhe zhvillohen 3 skena kryesore, edhe është mandej janë ato hapësirat e dedikume veç për workshop e masterclass-e. Nëse nuk e mujt me ndjek një ditë, ke dash me ndjek një sesion tjetër, mundesh me ndjek ditën e dytë në fireside apo workshop. Çka është e rëndësishme Lutina është se si vjet kemi edhe shumë TEDx speakers, ka shumë falë të cilët kanë marrë pjesë në TEDx, në skenën e TEDx që është shumë e njoftën, dhe ata po vinë Kosovë mujnë prej afër me dëgju ato çka ata kanë mësu, ato fjalimet inspiruese, motivuese. Kemi falës prej Lisbone, prej Spanje, prej Italis, prej Amerikës, prej vendeve ndryshme, prej Hollandës, cilët veç tash kanë rezervu, ju kemi rezervu biletat edhe veç në ato telefonatat e fundit që po i kemi ta, janë shumë entuziast me arë në Kosovë dhe me taku një komunitet si që është kjo e gjarit, po dhe shumë të rinj, cilët kanë shumë etje kështu me marrë një ori edhe hala ma të reja dhe për njerëzve që janë shumë hapa para njëve. Po çka është rëndësishme Lutina, përveç që kemi kushtu rëndësi pra dhe këtyne falësve për kompanive që janë Sony, e kompanit njoftura, IKEA në botë, për neve është shumë rëndësishme me pru edhe falës, cilët janë inovator pra vendor. Pra i kemi kushtu shumë rëndësi edhe profesionistëve tanë vendor, edhe me ju të regu edhe atyne për i vendeve të ndryshme të botës për i kompanive të mdoja me i lidhë, po dhe në anën tjetër me të regu që dhe na kemi shumë potenciale dhe kemi shumë njerës që këtu në Kosovë kanë mëri me kriju gjana shumë kreative dhe me qu për para në një farforme inovacionin. Pra kemi profesionistë si Fisnik Ismaili, Qelik Nimani, Darsej Riza, Uranik Begu, Teuta Saaqia, janë gjithë njerëz cilët po kryojnë çdo ditë diçka të re sa i përket fushës teknologjisë edhe pra që kemi një bornin, ju kemi të regu se përderisa mundeni me pa një bornin kur kalon në Prishtinë, falësve botëror, ju mundeni me taku edhe një profesionist, një inovator si Fisnik Ismaili edhe me ndëgju fjalimin prej tij.